Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serinë tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, transmetohet se ka dëgjuar profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Islami ngrihet dhe ndërtohet mbi 5 shtylla. Në të dëshmuarit se nuk ka zot tjetër të denj për adhurim përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Në kryerjen e namazit, në dhënien e zakatit, në të vizituarit e Qabes dhe në agjerimin e Ramazanit. Me të drejtë mund të pyesni se cilat janë dobit, mesimet dhe mesazhet që mund t'i përfitojmë nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se prezantimi i Islamit me 5 shtylla e përngjason Islamin me ndërtesën. Çdo ndërtesë bëhet e qëndrueshme në saje të kolonave të konsoliduara. Edhe shtyllat e fesë nuk pranojnë shkelje, sepse cënohet ndërtesa e besimit. Nëpërmjet këtyre 5 bazave, identifikohet muslimani, vërtetohet Islami i individit. Çdo veprim tjetër përtej këtyre 5 shtyllave është plotësues. Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, por kush e ka ndërtuar të tillë? Allahu dhe pejgamberi i tij. Islami nuk është produkt njerëzor. Parsore prej këtyre shtyllave është shahadeti. Ç'është shahadeti? Shahadeti është dëshmia dhe pohimi i besimit në Allahun subhanahu wa taala dhe në pejgamberin e tij. E gjithë feja ndërtohet mbi dëshminë e shahadetit. Nuk ka vlerë tek i Madhi Zot asnjë ritual islam, nuk pranohet tek Allahu asnjë përkushtim nëse nuk realizohet çështja e tauhidit, e monoteizmit. Emëruesi i përbashkët i të gjitha shpalljeve hyjnore tek të gjithë pejgambert është dëshmia e tauhidit. Çelësi i xhenetit është shahadeti, ndërsa obligimet e tjera fetare janë dhëmbët e këtij çelësi. Çelësi i Islamit është shahadeti. Për të hyrë në rrethin e Islamit duhet patjetër të pranohen me zemër dhe të pohohen me gjuhë 2 dëshmitë e shahadetit. Tauhidi i Allahut në adhurim dhe tauhidi i pejgamberit ton Muhammed në ndjekje dhe në pasim. Mjaftimi me pranimin e njerëz prej tyre nuk vlen për të hyrë në radhët e Islamit. Namazi konsiderohet mi'raj i besimtarit. Lidhja më e fortë mes robit dhe krijuesit është namazi. Çështja e parë për të cilën do t'japim dhugari para Allahut është namazi. Tipari dallues i muslimanit praktikant është namazi. Namazi të edukon dhe të frenon nga çdo ves, nga çdo cilësi dhe veprim negativ. Përndryshe, nëse namazi nuk e ka këtë funksion, nëse nuk e jep këtë efekt përmirësues, atëherë duhet të reflektohet mbi saktësinë e namazit. Një namaz që nuk reflekton mirësi, nuk reflekton përmirësim, mund të jetë një veprim gjimnastikor dhe ushtrim fizik, por jo adhurim. Mund të jetë adet, por jo ibadet. Paramendo, nëse iblisi dhe shejtani ka merituar zemrimin e Allahut dhe është përzën nga mëshira e tij. Pse? Sepse refuzoi nga mendjemallësia një sejdë respekti ndaj Adamit. Po ai njeri i cili refuzon sejdën e adhurimit për krijuesin e gjithësisë, çfarë meriton? Namazi
është konsideruar si boshti i besimit, boshti i islamit, sepse çështja e namazit është si çështja e imanit deri diku. Askush nuk e zëvendëson dikë në iman, po ashtu edhe në namaz. Unë nuk mund të besoj për dikën tjetër, nëse besoj për shpirtin tim, por edhe namazin nuk mund ta realizoj për dikë tjetër, nëse falem për veten time. Gjithashtu, obligueshmëria e imanit nuk bie kurrë, e njëjta gjë edhe namazi nuk bie kurrë, përderisa individi ka vetdije të shëndosht dhe ka aftësi fizike dhe mendore. Pika 3, shtylla 3 e islamit është agjerimi. Agjerimi është një adhurim i përvitshëm. Është mburoi e besimtarit nga gjunahet dhe nga zjarri i xhehenemit. Agjerimi synon kultivimin e virtyteve të larta, si durimin, vetkontrollin, vetëpërmbajtjen. Agjerimi është një amnisti vjetore e gjunaheve. Agjerimi nuk është thjesht distancim i lukthit nga ushqimi, por agjerimi i vërtet dhe i synuar është distancim nga çdo ves i keq, distancimi i syrit nga harami, distancimi i dorës nga zullumi, distancim i gojës nga çdo fjalë e shëmtuar. Zekati është një obligim vjetor për pasanikun. Është pastrim i pasurisë dhe i nefsit. Është shtim dhe bereqet dhe begati e pasurisë. Dhënia e zekatit e pastron nefsin nga lakmia, kopracia dhe pangopsia. Nëpërmjet zekatit ruhemi nga sherri i pasurisë. Në anën tjetër, mos dhënia e zekatit është barrë e shpirtit dhe ajo pasuri bëhet mjet i ndëshkimit në ditën e gjykimit. Shtylla 5 e islamit është haxhi. Haxhi është obligim i menjëhershëm, një herë në jetë, për çdo kënd që ka mundësi fizike dhe ekonomike. Haxhi është një ftesë hyjnore për bashkimin e muslimanëve. Realizimi i haxhit mundëson pastrimin e gjunaheve. Robi kthehet prej haxhit i pastër nga gjunahet si ditën që ka lindur nga nëna. Obligimet e fesë janë më shumë se sa 5, por veçoria e këtyre 5 obligimeve janë se këto 5 janë detyrime individuale dhe të vazhdueshme pa marrë parasysh vendin, kohën dhe rrethanat. Ndërsa obligimet tjera në islam, siç mund të jetë urdhrimi për të mirë, ndalimi nga keqja dhe shumë obligime të tjera, janë detyrime kolektive dhe relative në varësi të kushteve, rrethanave dhe mundësive. Islami është dëshmi me gojë, Islami është pranim me zemër dhe Islami është praktik me vepër me gjymtyr. Fenomeni musliman me emër, pa pasur parasysh mesimet e Islamit në praktik, nuk na ndihmon të shpëtojmë në ditën e ringjalljes. Besimi nuk është thjesht një deklarim, por është një stil jete që e kemi përzgjedhur me vetdijen tonë të plotë. Shahadeti është adhurim që realizohet me zemër dhe me gojë, duke artikuluar atë. Namazi është adhurim trupor që realizohet duke kryer disa lëvizje të caktuara, si për shembull qëndrimin e këmbë, rukuja, sejdja, ulja në fund të namazit dhe selami në fund të tij. Zekati është adhurim pasuror, jepet diçka nga pasuria. Ndërsa agjerimi është adhurim trupor, por për dallim nga namazi, në agjerim nuk ka veprime të caktuara që duhen realizuar, por agjerimi është distancim nga çdo gjë që e prish agjerimin. Ndërsa haxhi është adhurim edhe trupor, edhe pasuror. Gjatë haxhit duhen kryer disa veprime të caktuara, siç është për shembull
tawafi rreth Qabes, apo qëndrimi në Arafat. Gjithashtu gjatë haxhit duhet distancuar nga disa çështje që i bien ndesh ihramit, por gjithashtu gjatë haxhit duhet shpenzuar diçka nga pasuria për udhëtimin dhe akomodimin në Mekke. Për realizimin e shtyllave bazike të Islamit, duhet që të sakrifikosh diçka të dashur për nefsin, siç është pasuria, dhe kjo vihet re tek zakati. Gjithashtu, duhet ta privosh nefsin nga gjëra të këndshme për te, siç është ushqimi dhe pija, dhe kjo shikohet tek agjerimi. Gjithashtu, duhet ta trazosh rahatin e trupit dhe të përjetosh një lloj lodhjeje fizike të përballueshme, siç vihet re tek namazi dhe haxhi. E gjithë kjo larmi sprovash shërben për të edukuar nefsin dhe për të shfaqur bindjen dhe nënshtrimin e plot ndaj urdhrave të krijuesit ton, Allahut subhanahu wa ta'ala. Të gjitha shtyllat e Islamit kanë kushtet dhe kriteret e veta, të cilat duhet respektuar. Disa kushte janë të lidhura me saktësinë e veprimit, dhe disa kushte të tjera janë të lidhura me mundësinë e shpërblimit. Kushtet kryesore për pranimin dhe shpërblimin e ritualeve islame janë dy. E para është sinqeriteti për Allahun subhanahu wa ta'ala, realizimi i namazit, i agjerimit, i zakatit, i haxhit, por edhe i shahadetit, vetëm për të fituar kënaqësinë dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky është kushti i parë themelor. Dhe kushti i dytë, zbatimi i ritualeve islame në modelin e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra namazin e realizojmë ashtu siç e ka realizuar pejgamberi ynë. Agjerimin e realizojmë ashtu siç e ka realizuar profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe haxhin e praktikojmë dhe e realizojmë ashtu siç e ka praktikuar profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dëgjues i nderuar, duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin e 4, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.